Uzuni? Uzuni hyrja. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky emision mundësohet nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania. Edi, sa ka marrë dalin ku te tegu? 10 minuta ja thot lokacionin. Okej, shumë mirë. Tetë Petrelët. Okej, e ndërpresim këtu ku jemi, futemi. Okej, hajde ngrofe me pak. Okej. Okej. Okej, hajde pak shpejt. Hajde. Mirë se vjen, mirë të Uzuni. Përshëndetje, mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Mirë se vjen, jam shumë e lumtur që ke ardhur, edhe që të gjeta në Shqipëri ka gjatë. Është vërtet ka qenë një moment shumë i gjatë për mua këtu në Shqipëri, pasi gjithmonë s'kam pasur asnjëherë pushime të them drejtën. Edhe po e shijoj shumë Shqipërinë. Shumë faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi të ndodhem këtu. Faleminderit. O mirë, në dhjetor, zakonisht, ku të ka gjetur Krishtlindja, viti i ri në këto 10 vitet e fundit? Të them drejtën, nuk kam besuar kur vit të ri këtu në Shqipëri, pasi gjithmonë kemi luajtur dhe me Ekipin e Granadës, mbaj mend që vjet kemi qenë datën 2 kemi pasur ndeshje, e s'kam besuar kur me familjen në Shqipëri. Wow. Para 2 vite që kam marrë familjen në Spanjë për ta festuar gjithë E bashkë. festuat atje? Po, dhe shqyr këtë vit tani do festojmë Do gjithë bashkë. festoni gjithë Po. bashkë, bashkë edhe me të Edhe do voglin. të thoya kurse vitin e parë të Granadës, kam marrë një job atje për ekipin e Granadës, pasi nuk shkova, pas dalë festoja vitin e ri edhe në Shqipëri. Ç'a thua? Edhe kjo është vërtet. Dëgjoj, sa është çuni? 8 muajsh? Çuj kam 8 muaj tani 8 muajsh. Si e ka emrin? pak ditë Prince. Prince. Po. Oh, po çka ka bën? Unë Ti e vendos do emrin. tani ishte një moment pasi shumë kohë për të vendosur për emra, shikoni me emra me Wardën, Aha. pas të nuk na bën të diçka wow, kupton? Që të Momenti që ikonte. po momenti thosha Warda Prince, Warda shifte jo, po. Momenti që Warda vajti në operacion për lindjen, unë puta një story në Instagram, mirëser dhe Prince E bëre fakti. Po bëra fakti. Pse kishe ka qef, Prince? Jo, Prince do me thënë se ishte një emër që më pëlqente, një emër europian edhe mendoj se Prince, ashtu siç ka emrin, do të vetë mendoj pasi Prince Uzuni. nuk do ketë ato vështirësitë që unë jam rritur, atë fëmijëri që unë se kam shijuar kur pasi është dashur të emigroj me familjen. Edhe kurse Prince tani ka gjitha gjërat gati dhe nuk i mungon asgjë. Warda si është? Warda shumë mirë. Është e bukur si gjithmonë. E bukur si gjithmonë në rolin e mamit, duke se po ja del me lehtësi apo Po mendoj se ka dalë pasi Warda është mami Wardës, mami im, cila po e ndihmojnë Po e pasi me fëmijën e parë është një ndryshim i madh edhe për të, po ja ka dalë shumë me mirë. gjumin si jeni apo mos pyet? Jo, shumë mirë. Me vërtet? Princi vetëm- Fle Princi, ë? Princi vetëm do të ushqet, e të flej gjumë, nuk ka, as nuk ushqan asgjë. Ç'a thua? Na ka habitur. Nga Xhanxhar. Mendoj se nga Warda. Ti nuk e qen kaq i Jo. qetë, ë? Do doni të kishit fëmijë të tjerë. Po, sigurisht që po. I kam thënë Wardës 4. 4. Po. Wow. Çfarë është kjo puna e futbollistëve që kanë qenë të bëjnë shumë fëmijë? Po besoj se ai është lezeti i një familje të madhe, fëmija dhe normalisht na pëlqejnë dy vetëm mua dhe Warda na pëlqejnë fëmijët dhe po uroj që të realizojmë ata. Më bëj vetëm të ta mbështes se unë si një njeri që kam 3 fëmijë, shtëpia plot me fëmijë është besoj një nga lumturitë më të madhe, më të mëdha që kam në jetë. Më e madhja në fakt. S'ka të fëmijët. Kjo është arsye tani që më provoj vetë edhe në këto patë e para që fillon buzëqesh edhe është diçka shumë, është një lumturim vetë. Më thanë që të pëlqen pula me pilaf. Është e vërtet. Pulën e kam fut në furrë e ja të ndihmosh me pilaf. Mirto, sa herë gjen veten në një ambient si ky? Them drejtën shpesh pasi dhe Warda Gatuan? gatuan shumë mirë, jam e fatë të gjë pasi sa gatuan mirë? shumë mirë dhe Ç'a gatuan më shpesh? do me thënë ushqimin preferuar është orizi me pul. Pulë me pilaf. E bën të mira? Shumë mirë.
O, pas kam sfidë të rëndësishme unë sot, do me thënë. Duhet ta bëj mirë si Warda. Okej, ta provoj. Ty pse të pëlqen pula me pilaf? Po gjithmonë është kjo pjesa e regjimit tim, disiplinës time e lidhe me futbollin, Po. e cili pula dhe orizi janë Po, janë të dyja të të shëndetshme. shëndetshme, po. Juve duhet të jeni strikt në dietë, a? Futbollistët? Është e vërtet, ne kemi, në çdo ekip ka nutricionistin e vet, edhe kemi ato dietat tona të cilat të ushqemi, Okej. po besoj se ushqimi është baza për një futbollist. Për mos të shëndoshur. Por mos të shëndoshur. Ti tani ke qenë në Spanjë. Nga Spanja në Texas, Po, ushqimi është komplet ndryshëm. Është e vërtet, atje ushqimi është më shumë meksikan, po. Po te ekipi atje tani te Austin që kemi guzhur njëri atë nutricionistin, jo gatojnë shumë mirë do thosha. Nuk është se ka ndonjë diferencë madhe. Ushqimi normalisht në Shqipëri, në Europë është më i shijshëm. Po Me ishim se në Amerikë, është me thënë drejtën. Po, është e vërtet. Janë pak gjërat si pashia atje. Edhe shumë të mëdha, e ke parë, vjen një steak kaq. Si erdhi kjo oferta për të shkuar atje? Unë kam pasur oferta si nga ekipi i Sevilla, si Getafes, kam pasur interesime nga La Liga, në klubin e Granadës, nga Villarreali. Po ekipi Granadës gjithmonë kërkon te klauzorën time që ishte 12 milion euro, pasi ekipet tjera ofrojnë diku te 7 milion euro, 6 plus 1 me bonus, e kupton që vinte 7 milion euro dhe ekipi AEK në Greqi gjithashtu. Ekipi vetëm ishte Amerika që paguante klauzorën time, edhe unë dohet të lëvizja, dohet të testoj veten time, dohet të lija emrin tim, pasi në Spanjë unë shënova emrin tim atje, u bëra yra në histori, pasi shënova më shumë gola nga të gjithë, nga të huajt, dhe si një klub si Granada që është qinë ca vite si klub i ndërtuar, emri im është atje në vend parë, kështu që dohet të provoj veten time, të sprovoj veten time në një ligë akoma të fortë. Edhe besoj se kjo ishte arsyeja më e madhe. Klauzola 12 milion euro, çfarë do të thënë? Që ti doje 12 milion euro, vlla. Jo, unë i donte ekipi Granadës, ato lek nuk vinin për mua. Ekipi Granadës që të më shiste mua, që ekipi amerikan paguante, donte një shumë prej 2 milion euro, kupton. Ekipi Granadës më mbleu 4 milion euro, diku aty, kupton. Edhe fituan diku 3 fishi i lekëve, edhe pasi, më thënë ti kur e merr një makinë, e merr për shembull një makinë 100.000 euro, janë nxjerr ato kilometra, kupton, pastaj makinë nuk blen me 100.000 euro, kupton. Kurse Granada e beri, mi morim ato kilometrat dhe beri e prap fitoi 3 fishin, kupton. Çfarë ndjesie ti jep kur flet kështu për veten, si ti je një makinë? Jo, të them, të jam gjithmonë minjos, pasi kam kaluar shumë që të vi këtu ku jam sot, edhe thash si kjo periudhë që kam qenë tani në Shqipëri, që shoh gjithë njerëzit më duan, më respektojnë, ndiem krenar për veten time, pasi e gjithë puna, pasi nuk e shijoja, sepse kur je gjithmonë larg vendit tënd, nuk është se ndihesh në shtëpi, kupton? E tani që unë kam marrë këtu në Shqipëri, jam këtu me pushime, e ndjek këtë gjë dhe gjithashtu t'i falenderoj gjithë njerëzit. Për dasmën e motrës apo Jo, unë mora pushimet, mbaruam kampionatin. Okej. Atje, edhe normalisht dasma e motrës ishte diçka një amanet nga nena, para se nena të na linte, tha që nuk e pash Ariolën me vedho, po motra s'ka pasur asnjëherë mundësi, domethënë, për të bërë dasëm, kupton? Motra gjithmonë ka jetuar në emigrim me 3 fëmijë. Të gjithë e dim si është jeta e emigrimi, kupton? Kështu që ishte një amanet që po, është vërtet, edhe unë solla motrën nga Greqia, domethënë, i bëra një shtëpi të cila e mund të jetoj me fëmijët e saj. I vendosa aty në punë dhe motrën edhe kunatin. Dhe normalisht dasma ishte për të kurrizuar martesën e tyre. A e kishe menduar ndonjëherë që mbas asaj dasme të nesërmen do ishe kudo? Të them drejtën, nuk e prisja, pasi ajo gjë është bërë vetëm rastësi, thjesht isha i lumtur për motrën time që po e shifja me vedho. Edhe atë i thash edhe babit që jam shumë i lumtur që çova në momentin e jam shumë i lumtur që çom amanetin e nenës në vend, pasi për ne shqiptarët familja është numër 1. Ne kemi parë sot njerëz që motra me vllai nuk flasin, përfundojnë në përgjyqje, për punë tokash apo E vërtet. Unë mendoj se për familjen do bëja gjithçka, pasi ato lekë që ullan aty nuk u shpenzuan as në për diskoteka. Dhe asë në për vendet tjera që e pash statusin. E pash statusin. Po ti marrim gjërat me radhë. Pra ti bën këtë motrën nuse si amanet të nënës. Ajo ka 3 fëmijë, 3 fëmijë, po. Pra ka shumë vite që është martuar, s'ka bërë të dasëm dhe... Ka qenë emigrim, gjithë që dini rrogat në Greqi, vetëm buri punon dhe pasi të kesh 3 fëmijë në shtëpi, ti di shumë mirë 3 fëmijë të vegjël.
ajo mbante fëmijën në shtëpi, buri me një rrogë minimale prej 700 eurosh të sjellin në shtëpi. Në ato momente do paguar qiran, ujë, drita, nuk dilte për asgjë, kupton? Momentin që edhe unë u bëra mbar, i thash modës që ti duhet të vish në Shqipëri, i paguaja qiran që sa të bëhesh e shtëpia në Shqipëri, i gjitha edhe punë motrës edhe kunatit për të pasur punën, edhe shtëpinë e kishte tyre, kështu që punonin për mbaj familjen, sepse në migrim kujt pa e çonin shpirtin, kupton? Dhe organizove këtë dasmën. Po, dasma. Të gjithën ishte me shpenzimet e tua. Normalisht që po. Normalisht që po. Normalisht që po. Do me thënë, përveç se organizove gjithë dasmën, pastaj pate dëshirë për të kryer këtë rit që në fakt është një rit shumë popullor dhe shumë i zakonshëm nëpër dasmat shqiptare. E vërtet, shqiptarët do kritikojnë, është mëse normale, edhe mos tidhja lek do thoshin, u zuni me gjithë ato lek në Amerikë dhe nuk kodhja zërë das me motës, kupton? Kështu që çfarëdo që të bërë sot do kritikohesh, kupton? Unë thjesht gjë nuk e bëra as për të bërë viral, as thjesht e bëra nga zemra për familjen time, për motrën time, edhe jo për treguar botë, sepse gjithë e dinë shumë mirë tani ku kam qenë unë. Ju i keni dhe të deklaruar ato milionat. Edhe sa është paga ime tani në Amerikë, pasi çdo gjë është e deklaruar në Amerikë, kupton? Dhe do ishte, nuk e din, si do ishte nëse unë do idha lek te dasma e motrës time. Ne kemi tradita. Dhe jam shumë i lumtur dhe nuk bëm pishme gjëra, se falenderoj gjithë njerëzit të cilët më kanë suportuar me mira mesazhe do thosha, pasi dhe ata e shohin në një gjë, familja është numër 1, edhe ato lek do i shpenzoja prap, edhe nëse nuk kisha lek tjera, për mua tim do i shpenzoja edhe 10 herë. Shumë ishin, a? Kam parë që kanë qenë që nxjerrin shifra të mëdha, por kjo nuk është ajo shifre që njerëzit nxjerrin për rrjetet sociale. Se sa kanë thënë? Po nuk e di, lexoja 300.000 euro, $300.000, po jo, nuk ka qenë aq. Nuk ka qenë aq. Okej. 100? Dekor. Okej, shumë shifre madhe është për të hetur. I mori orkestra është pyetja ime. Ca orkestra, ca familja. Familja, shumë mirë, shumë mirë. Dëgjoj, di si është kjo puna e lekëve, unë kam menduar shumë gjatë gjithë këtyre ditëve. Unë dasmën time për shembull nuk kam dashur që të hidhen lekë. Në bashkë me Edin i tham edhe njerëzve që nëse kemi me qef, edhe pse ne kishim shumë pak njerëz dhe njerëzit e afërt e dinin pak a shumë idenë tonë. Por kam qenë në shumë dasma që janë hedhur para dhe unë mendoj që ka një kënaqësi të madhe momenti i hedhjes lekëve dhe duket si një dëshirë për t'i treguar personit që ti ja hedh lekët që e do, e vlerëson dhe i dhuron. Sa jo dhurat është, ti i dhuron. Domethënë ai është një moment gëzimi dhe i hedhu. Unë pavarësisht që nuk e bëj në dasmën time, nuk dua të paragjykoj dhe madje ndjehem mirë kur i shikoj që i hedhin njerëzve që duan para ose dhurojnë para, është krejt okej. Ajo që dua të di është si e ndjeve ti të gjithë sulmin edhe viralitetin e videos për një gjë që nuk ishte lidhje me futbollin, se unë e kuptoj që ju futbollistët jeni përgatitur kur nuk shënoni gol, e dini që do merrni. Normalisht në futboll gjithmonë kritikohen, por në këtë rast nuk e prisja them drejtën sulmoja për të gjë se po ja edhe motrës time. Unë janë lekët e mia në fund të fundit, kupton? I kam bërë me djers me mundësi, kam marrë lekët as kujt dhe mund të bëj tani kundër njerëzve tjerë. Janë lekët e mia dhe unë me lekët e mia bëj çfarë të dua unë, kupton? Lekët e mia po i shpenzoj për familjen time, për motrën time, siç thashëm para, ne sot do të gëzojmë sa i kemi që janë pranë nesh. Nesër pas nesër nuk s'ka me vlerë, kupton? Unë i vlerësoj shumë familjen time, pasi familja ka qenë ata që më kanë mbështetur nga minus zero që kemi vuajtur të gjithë për të arritur atë ditë dhe jam shumë i lumtur, jam krenar për veten time. Ma kupton? Ne duhet t'jesh, se ke arritur vetë. Po, në fakt kjo nuk është vetëm një gjë shqiptare, është një gjë botërore. Unë kam parë, nuk e di besoj e ke ndjekur edhe ti, dokumentarin e Beckham. Dhe në një kohë ai sulmoi shumë sepse zgjidhte makina të shtrenjta, ora të shtrenjta, veshje të shtrenjta, pse do që të duket sikur ka lek, pse do gjatë gjithë kohës të na shfaqet i pasur që po fiton. Çfarë problemi mendon se kanë njerëzit me ata që duan të blejnë gjërat shtrenjta, duan të bëjnë jetën e shtrenjtë, duan të shijojnë jetën luksoze dhe e përplasin këtë edhe në rrjetet sociale? Po, njerëzit shohin tani, Uzuni ka makinë, Uzuni shpenzon lek për rroba, Uzuni shpenzon lek për ora. Se din se sa net pa i gjun kam bërë unë ku kam qenë i vogël, sa herë kam mbushja stekun me lot, kupton, për të arritur se e vetja mundësi në shtëpinë tonë isha unë, e vetmja zgjidhje, rrugdali isha unë, kupton. Ne punojmë gjithë në shtëpi, kupton, sakrifikojmë gjithë, punë të rëndomta si ndodhin në Greqi me emigrantët, me çdo njeri që është në emigrim. Edhe nuk e din njerëzit çfarë ka kaluar unë që të arri këtu. Kjo nuk është thjesht një moment, kjo është një punë e pa lozhme, ditë pa i gjumë, sakrifica do thosha, kupton.
dedikimi im I gjithë kohës. Unë jam sot mosha ime 3 vjeçare dhe unë s'kam pirë kur një timi një gotë alkooli. Jo, vetëm ujë, Më thënë, do të ofroj po të lutem. pak ujë. Do me thënë, unë jam sot moshë 3 vjeçare, unë s'kam, nuk di, ose nuk më ka parë kur që unë të pi një gotë, do me thënë... As në rast të festash, as të dasma motrës. As të dasma motrës. Edhe gjithë futbollistët, do me thënë, nuk është se diçka, gjithë futbollistët e konsumojnë alkoolin, kupton, nuk është se është... Unë thjesht kam, sepse momenti im është tani, kupton, futbolli mbaron. Unë do kem kohë për çdo gjë për të bërë dhe si thashëm para, është shumë një kohë e shkurtër e futbollit, dua ta shfrytëzoj maksimum, pasi momenti im është tani dhe dua t'i marr më të mirën futbollit. E di çfarë mendova tjetër kur diskutohej kjo puna e hedhjes së lekëve në dasëm, se është diskutuar shumë në shumë rrethe dhe dikush po më thoshte që ç'nevojë kishte për të treguar që unë kam lek gjithaj fodullat. Dhe ndoshta ka të bëj fakti që ne, as unë, as ti, dhe shumë të tjerë të brezit tonë, shumë shqiptarë brezit tonë, gati të gjithë, nuk kemi ardhur nga familje të pasura. Ne nuk e kemi njohur se çfarë do të thotë të jesh I pasur. Në vërtet. Ne kemi ardhur nga backgrounde tërësisht farë, pra. Do të thënë prindërit tanë na kanë dhënë shumë, dashuri, edukat, mbështetje, të gjitha të tjerat, po para jo, nuk na kanë dhënë. Ndoshta në këtë kuptim edhe po I shijojmë pak paratë dhe na pëlqen edhe të tregojmë që shiko, po I bëjmë vetë edhe po I shijojmë vetë paratë. A ka një gjë të keqe këtu? A duhet të jemi më të përullur edhe të jemi më të thjesht ose të paktën për të tjerët, mos tregojmë çfarë po fitojmë? Unë jam dakord me të personin që thotë në tip fodulleku, po ky personi do me thënë nuk ka njohur mua kur si person jashtë me cili unë jam një person shumë I thjesht, jam me çdo njeri që takoj I përqafoj gjithë, kupton, I jap atë ngrosim, se cili ka mendimin e vet në fundit, ato lekë siç thashëm parë janë shpenzuar për dasmën e motrës time, për lumturinë e saj, për vuajtjet që ajo ka hequr, për sakrificat. Ai ka qenë një shtyllë shumë e fortë familjen tonë, pasi domethënë sepse në Greqi në emigrim, atje ku jemi ne në ishturin e Zakithos, atje punojshte gjithmonë Bearin dhe Dimri ishte pa punë, kupton, sepse turizmi ishte në Greqi, kupton çfarë them. Edhe ka qenë shumë vuajtje. Unë e di pak a shumë jetën tënde dhe mezi pres që ta ndash edhe me shikuesit, edhe e di se sa shumë sakrifica e vuajtje ka patur ajo. Sa fëmijë jeni ju? Ne jemi 3 fëmijë. 3 fëmijë. Pra jeti, motra dhe? Vllai. Vllai. Është martuar vllai? Jo akoma. Kush e di ç'do bësh te dasëm vllai. Bëj shaka, ti për vetes ke bërë dasëm? Jo, s'kam bërë dasëm akoma. Po, a keni plan me u ardhur për të bërë një dasëm apo? Po, do ta bëni. Kemi në plan dhe ne për të bërë dasëm. Edi fillo kurse. Duhet hedhim shumë lekë. Po shumë mirë, më bëhet qefi që të bëni dasëm. Dasma është një moment I bukur. Unë besoj që të gjithë duhet bëjnë një dasëm. Besoj se është një moment që ke gjithë jetën, kupton. Për mua jeta është momente, kupton. Janë momente të bukura, të cilat do ngjelin gjithmonë në memorien tonë, pasi jeta kjo është, nuk është se ka ndonjë gjë wow, kupton. Dhe mendoj se momentet e bëjnë jetën më të bukur. E vërtet. E kam pulën në furr, Myrto, kam pilafin këtu, do t'i lë me zjarr avashët, dalim jashtë dhe fillojmë dhe tregojmë për Myrton e vogël, atë djalin me shumë ëndra në një vend vogël si Berati, që sot është bërë ylli I futbollit shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, po në arenën botërore. Faleminderit. Ja. Myrto, ne jemi ullur në oborrin në një vile të bukur, të madhe, me pishin, luksoze, nga këto vilat e futbollistave. Futbollistave si ti që kanë sukses edhe kanë mundësi që t'jetojnë. Por rrethohem nga ca qenë që lejnë, ca gjela deti se jemi në sezon dhe sjellin pak atmosferën e fshatit dhe të natyrës. Ti je rritur në një shtëpi private apo në apartament? Në shtëpi private, edhe është një pamje shumë e bukur këtu. Dhe si që dhe tim para ato të qenit të gjelave, ndjemi të prag festash, është shumë e ngrohtë do thosha. Kur ke jetuar në Berat, kur ke lindur?
Në vitin 1995. 95-ën ke lindur, Po, në Berat, po. në Berat në qytet, Po, apo në qytet. në qytet? Okej, ti je fëmia i parë, i dytë, i tretë? I dyti. I dyti. I dyti, po. Okej. Prindërit tu çfarë Po, pune kanë bërë? Ka qenë periudhë e vështirë në ato momente, kupton, ku ka qenë edhe 97-a që i thonë, ka qenë një periudhë shumë e errët mendoje për gjithë shoqërinë shqiptare edhe. Ju keni jetuar në Berat deri në cilin vit? Ne kemi jetuar në Berat, mos gaboj vitin, po kemi ikur, nuk kam qenë 11 vjeç kur kemi emigruar për në shtetin Elen. Aty do me thënë nisi i gjithë rrugtimi im. Okej. Pra deri 11 vjeç ke qenë në Berat. Po, Deri 11 vjeç ke luajtur futboll? po, babi im do me thënë ka qenë trajneri i parë, Oh, i cili ishte ja pozicionuar pas Ronaldo fenomenit. Edhe si një tifoz i çmendur, ai donë që djali i tij të bëj dikush, do me thënë, po të arritin në këto përmasa, edhe sot kësaj dite thotë që unë jam i lumtë, thotë, dhe nuk e prisja kur të arrijë në këto përmasa, kupton? Sepse prind gjithmonë do më të mirën për fëmijën. Edhe po mirë, sa vjeç ke qenë kur ke filluar të luash futboll? Nuk është se kam qenë i madh, kam qenë 4 vjeç që babi im, unë rria me shokët se në 4 vjeç nuk di asgjë, kupton? Dhe unë rria me çuna dhe babi mblidhte gjithë çunat e lagjes dhe pa mundësia që s'kemi pasur kushte ekonomike, merrte gurje, edhe i topë më thoshte mua që futun triblim te këto gurje, kupton? Dhe merrte gjithë çunat e lagjes që të vinin me mua se unë doja të rria me çuna, kupton çfarë them? Edhe ai ka qenë trajneri i parë, domethënë, për të arritur si pasion. Çfarë punë bënte babi? Babi në Greqi punojmë gjithë me punë të rëndomta. Si çdo emigrant që jeton në Greqi, sakrifica për si edhe të ardhur në shtëpi. Do me thënë, kemi pasur gjithë punonim, do me thënë, në shtëpinë tonë, mami ishte ajo që punonte lante pjata, do me thënë, në kuzhinë, motra ishte banakjeri, unë isha kamarier, do me thënë, bënim punë shumë të rëndomta, do me thënë, cilë punë që i bëjnë çdo shqiptar për të mbjetuar, le të themi, sepse ne ikëm në Greqi, do me thënë, ju e dini, ka qenë periudha që ne s'kemi qenë në Europë, kupton, dhe gjithë kaloni nga mali si klandestine dhe duheshe 3 ditë për kaluar për në Greqi, kupton, kur beto ndalesa, gjitha gjëra, kupton. Ti ke qenë shumë i vogël, Kam qenë 11 vjeç. Si e Unë mbaj mend mend? që jam qerur këtu nga pemët, duke ecur në mal. Do ne kisha të më thënë një shenjë kur ishte ngelit më si kore kjo në kohën e atërshme, nga pema që më fshiku pema kur po e iknim, po nxitonim, që më fshiku pema. Po ka qenë një periudhë shumë e errët, do thoja, kupton, për familjen time dhe për mua. Domethënë, ne kishim një shtëpi private, siç e the ti, po shtëpia private ishte se çfarë pikonte sipër, pikonte brenda, kupton. Domethënë, ne vinim këto kovat që mos mbush shtëpia me ujë, kupton. Domethënë, 5-6 kova në shtëpi, po nuk ka qenë normale. Domethënë, kemi qenë -0. Prandaj gjithmonë e vlerësoj familjen time dhe bëj çdo gjë për ta sepse e di shumë mirë. Ata në vendin persona që e din ne çka kemi kaluar, kupton? Se njëri sot mund të them jo, nuk ndodh, po më ka ndodhur mua, unë kam provuar në trupin tim dhe nuk kam turp të tregoj të vërtetën e cila, sepse ajo është forca ime më e madhe, kupton? Dhe prandaj nuk dua të kthehem atje ku kam qenë, kupton? Prandaj kam bërë ato investimet e mia, pasi nuk dua të kthehem atje ku kam qenë. Unë mbaj mend rasti i parë ku kemi arritur në Greqi, mbas 3-4 ditësh, babi më fut në futboll. I thoya Xhajt. Do me thënë, ju keni qenë një familje me 3 fëmijë. Po. Mami, babi dhe 3 fëmijët. Po. Mami dhe babi punonin në Berat? Mami punonte, ishte pastruese në shkollë. Okej. Do me thënë, ne shkollën e kemi diku një 50-70 metra larg shtëpisë, se kemi shumë afër me shtëpinë. Dhe ishte pastruesja e shkollës. Po, dhe mami ishte pastruesja e shkollës në ato momente, kupton. Dhe po e shihnim që pse shtëpia po na binte tjegëve, do të thënë po binin. Po përmbytesh shtëpia, do të thënë ne vinim kova, ta mbiteshin, ne vinim kova, kupton. Sa herë kam pikuar, do të thënë, shi nga lart në trupin tim, kupton. Edhe siç e thash, u detyruam tim Greqi për një jetë më të mirë, kupton, jo se E mbaj donin. mend si ta tha babi që do ikim? Si u mor vendimi që të ikim? Jo, unë mbaj mend që kam qarë. Kur tha që do ikim që këtu, kupton. Unë mbaj mend që kam qenë se unë s'doja të ikja. Gashëm nuk është se e kuptoja shumë 11 vjeç isha, kupton. Po duke pas ato shoqëritë e tua, kupton, mbaj mend ata shokët e vegjël, kupton. Edhe kam qarë si fëmijë normal, nuk dija unë se për çfarë mund thoshte babai për një jetë mirë, nuk e logjikoja, kupton. Mbaj mend tani kur jemi ulur me Xhani Janin, era e parë që aja makarona me mish, domethënë, aty sikur ngopa, kupton, sikur ngopa si fëmijë, kupton.
sepse nuk im pas ato mundësi, domethënë ekonomike për të Çfarë pasi- hajte shtëpia jote kur ke qenë fëmijë? ushqime domethënë edhe 2 ditë, kupton. Ka qenë shumë e vështirë, domethënë. S'mbaj mend të kem pasur një fëmijëri të mirë, kupton. Unë mbaj mend edhe kur ika në Greqi atje kur Xhaxhai pagoi 20 euro për muaj që unë të futesha stërvitesha dhe muajin tjetër unë nuk i çova lekë trajnerit. Dhe ai më jepi një letër greqisht, unë se kuptoja fare greqishtën, ma shkruajti dhe më tha Xhaxhai, ti jepja Xhaxhai, kupton? Unë jap Xhaxhait dhe Xhaxhai thotë e pam se ne jetojmë në veta në një shtëpi, kupton? Xhaxhai bëjë sakrificin e të vinim atje, kupton? Fitua të Jo do Xhaxhait. ushqiheshin, po, sepse fillim nuk ku do jem punë dhe gjitha gjë, nuk është se si sot që ti nisesh, sepse ke diçka gati atje, kupton, që të pret puna apo diçka, kupton. Edhe në ato momente babi thotë që mos paguajmë sepse babi ndjeshte keq, kupton. Ja që paguante 20 Paguante, euro. ne po rim këtu, ti po na mban me ushqim, kupton. Në qoftë se djali është i mirë, tha le ta mbaj ai, tha, të vi ta marrë, ta mbaj ai atje, kupton. Edhe ashtu ndodhi, 4-5 ditë unë qaja, dhe ati kanë stërvitje, kupton. Ndjesha vetëm atje, në Greqi, kupton. Gjuhën se dija, shok nuk kisha, isha dhe thjesht 11 vjeç që kisha qef të argëtohesha, të luaja futboll, kupton. Edhe ndodhesha në një vend si Greqia, pasi atëherë nuk na kanë dalë shumë fort neve shteti helen, pasi ka qenë kjo periudha e racizmit, kupton. E kam përjetuar dhe atë periudhë, edhe unë që luaj atje, unë trajneri im që unë nuk paguaja lek, duhet të më mbaja nenën e tij, pasi ai ishte trajner dhe kisha akademin atje, unë duhet të rete nena e vet, duhet ta ndihmoja atje, për çaj duhet asaj atje, duhet të mblidhja, domethënë të prisja barin e saj, do të mblidha mbeturin aty flakët. Isha, domethënë sikur isha, ta them më shkurt, si filipinezët që janë sot në shtetin shqiptar që vinë punojnë, kupton? Një shërbyes. Ishte shërbyes, po. Tamam fjala shërbyes, edhe kështu ndodhi. Nga që nuk isha mundësi të Nuk isha paguaje mundësi të këto 20 paguaja, euro isha në muaj. detyruar të përulesha, të mblidha, domethënë mbeturia, unë isha thjesht 11 vjeç, unë thjesht dhe të luaja. Unë që atëherë filloj të mësoja punën, çfarë ishte puna, kupton? 11 vjeç. 11 vjeç ka qenë, 11 vjeç e gjys ka qenë që unë ndihmoja, Edhe ndërkohë luaje futboll. po, luaja futboll ndërkohë, argëtohesha, domethënë nuk është se beja namin atëherë, domethënë. Po mbas asaj kur vetit moshën 15 vjeç unë e mora vetë mendimin ta ndërprisja futbollin dhe unë duhet punoja kamarier. Unë mbaj mend filloja punën në 10:30 mëngjesit dhe mbaroja punën në orën 2:30 darkë ku unë iknin turistat e fundi, kupton? E do zgjohesha pranë në orën 10 mëngjesit. Unë mbaj mend që kisha atlete diku te 12 euro që i blim te kinezi. Për shkak se s'kishim mundësi, kupton? Sa që ishin rroga, unë punoja pa dokumenta. Dhe greku ty të jepte 15-20 euro, kupton? Po unë kisha nevojë për ato lek. Unë lasha ndën time pezo dhe duhet punoja, më kupton? Edhe mbaj mend që kemë më beshin gjak, unë mbaj mend që kemë të mia ishin gjak kur unë vija në shtëpi, sepse nëse ti mban atletet 16 orë pa hequr dhe gjithë kohës duke lëvizur, atletet që janë karton të kinezë, siç e thash, unë beshi kemë gjak. Dhe unë vija në banjo, qaja kur vija në puna, çaj në banjo, ishte çorap, më dilin gjak nga kemët dhe nuk duhet të transmetoja familjes atë edhimi që unë po përjetoja, kupton? Dhe mbaj mend që unë vija mirja dhe mami nga puna me një biciklet që ishte ato kemën mbrapa, që merja mami nga puna, ku mbaron dhe mami pjatat që lante pjatë, mbaron dhe mami në orën 2:30 se ishim restorante të ndryshme, më kupton? Dhe ka qenë një torturë, do thoja, kupton? Një torturë për familjen tonë. E pastaj si u riktheve vete futbolli? Në ndërpreva të cilë thash futbollin, fillova me punën, pastaj në dimër fillova të punoja në udhënë, që më vjen udhënë pasi sezoni i Greqisë është që bëjnë vajna ata, kupton që ka. Edhe kur çojshëm mëngjes në orën 7 mëngjesit, ajo unda mbeshte e kuqe, fytyra e kuqe, na i ftohti normalisht, është dimër, kupton. Ne nuk kishim bukë shtëpi, unë mbaj mend që unë dhe në Greqi kur ikën fillim atje, unë aja bukë me sheqer, me ujë, për të ikur në stërvitje, me kupton? Që të kishe fuqi. Që të kisha, po duhet të ushqiesh. Sot fëmijët kanë vezën, kanë avokadon, kanë mangon, çfarë s'kanë, më kupton?
Po unë si kisha këto gjëra. Unë si kisha. Nuk e kisha dhe normalisht s'kam pasur një familje të mirë. Nuk di të kem gëzuar të luaj me lodra apo ku di, kupton. E vetëm e gjë që unë do vetëm topi, kupton. Kjo ishte vetëm e gjë, vetëm dëshirë. Në familjen tonë vjen ekipi Olympiakosit, aty te ekipi akademia dhe thotë që duhet të provojësha unë te ekipi Olympiakos. Olympiakos është ekipi më i madh në Greqi, Olympiakos Panathinaikos janë. Shkojnë atje, rrit 3 muaj te ekipi, kisha njerëz në Athinë. Edhe kisha frikë të ikja sepse lagja e Omonias, njerëz shumë shqiptarë e dinë që ka qenë shumë e rrezikshëm me Maroken, me shtete nga Afrika. Domethënë aty shiteshe shumë dhe lënda narkotike. Unë isha i vogël, kisha frikë domethënë merr trenin, më shoqëroi mua personi që varet e shtëpia e tij, njeriu jo një familjes, pa i punonte si bojaxhi, kupton? Ai punonte për familjen e vet, më kupton, normalisht për sjellë të ardhur, ai nuk mund të lindte punën për më shoqëruar mua për të ikur për të bërë prova, kupton? Eri 3 ditë ai me mua, që më shoqëroi në stërvitje. Bëjmë trenin dhe kur dila në Omonia aty që ishin gjitha narkomanë, gjithë shikoj njerëz, isha shumë i frikësuar. Ai ka qenë trauma ime. Unë 3 muaj atje, po isha pa letra dhe ekipi Olympiakosit më thotë që duhet të vjen në Shqipëri, thotë, do të nisin faks dhe të marri me parametra zero për këtu, kupton? Okej. Ne kishim viku me 20.000 euro, siç e thashë më para. Edhe unë kisha frikë nëse unë vija në Shqipëri, Nuk do kthehesha dot më. Ne nuk më mori. Marr baza, kupton? E trajneri im, ishte trajneri që ka qenë në Greqi në atë periudhë që paguante 20 euro për mua. Ai tha, unë dua, nuk e mbaj mend, ka qenë një shifër diku te 4.000 euro mos gabojmë, se s'do të dhe tjerëve kot nak që se kanë, kupton? Tha, më 4.000 që të letë të ikësh atje, kupton? Dhe gjithë njerëzit, domethënë Xhaj tha të jap punë, tha 1.000, tha, kupton? Fisi, do të jap punë 200, njëri 100, ti bëjmë 4.000 euro që djali të ikë atje, kupton? Edhe i thash Olympiakos që edhe babi tha që jo, tha, djali impotit i mirë, tha, ta meritoj vetë sot. Jo me pagesë. Jo me pagesë, tha, kupton? Edhe në moment që babi më pa që Olympiakos ishte interesuar për mua, ata tha nisu në Shqipëri me parametra zero të marrin këtu, por nëse ne vinin gjithë familja, ne ishim larg borxhet. Do vim në Shqipëri me borx, me ato jetë që ka qenë atëherë rroga 150.000 lekë, 200.000 lekë, kupton, që merrte mami pastruese, si do i lanim ato lekë, kupton? Ç'a them. Edhe në atë moment ne mbush moshën 17 vjeç, Shqipëria futet, mos gabojmë që ishin këto viza 3 mujorëshe. Mami e dogji pasaportën. Domethënë ne vim në Shqipëri, unë punova, bleva atlete, mbaj mend 60 euro, 2 atlete avans. Mbaj mend tani 2 atlete me ngjitje që ishin në modë atëre. Dhe isha personi më i lumtur në botë, se ishin origjinal atlete, kupton, nuk isha mësuar në atlete kinez me 12 euro, 10 euro atlete, kupton, gjak. Dhe mbaj mend kur blej 2 pa atlete, erdha në Shqipëri. Dukesh te vetë, kush e di se ca, dhe babi tha do im në Shqipëri ta babi. Për futbollin se tu pa dokumente, se nuk kishin ligj për të bërë dokumentat. Unë bëra edhe shkollën në Greqi. Po nuk kishte ligj, nuk i përfituaj dot letrat e lene, kupton. Edhe kthehemi në Shqipëri. Mami pastaj ikën pranë Greqi për të punuar atje këtë sezonin. Babi thotë do im në Shqipëri për të ardhmen e Myrtos, se pa që Olimpiakë shumë interesuar, kupton. Dhe ishte gjynaq që unë po punoja kamarier, udhëhin, nuk thënë çdo gjë, për si të ardhur familjes, kur unë kisha talent, kupton. Kur unë s'kisha lek kur erdha në Greqia, se normal erdha me lek në Greqia, mbarojnë lek, se s'ke të ardhur atje që të futen në shtëpi, kupton. Nuk kisha lek për të ikur në ndeshje me fugon, pastaj, kupton, që ishte 2.000 lekë i fugoni, kupton, për të ikur deri në Lushnjë, pagoj 2.000 lekë vaj, 2.000 lekë ardhje, 4.000 lekë unë si kisha ato mundësit. Edhe shtëpia në Berat nuk kishte bërë, ne toni me 50.000 lekë qera në muaj. Edhe mbaj mend qaja dhe fugoni priste jashtë shtëpisë për të marrë mua, sepse unë isha lojtari më i mirë i tyre, kupton. Trajneri bashkë me gjithë ekipin prisnin aty në orën 5 mëngjesi për të marrë mua, kupton, dhe për të ikur, kupton çfarë them? Për ndeshje. Kudo ku lodh Gjirokasë, ku na binte ajo, kupton, varin, nëse lodh Gjirokasë vinë në orën 5, nëse në Lushnjë vinë në orën 7, kupton. Se të gjithë mblidheshim, kishim vendin, stacionin ku mblidheshim gjithë, na merrte fugoni dhe iknin gjithë, kupton. Dhe babi ishte gjithmonë vinte personalisht babi. Ka shoqëruar. Me autobusat terasi që kanë qenë 500 lekë. 1.000 lekë. Mbaj mend babi im nuk ka pasur lekë, edhe nuk më shikonte mua duke qarë në shtëpi, edhe ikte, flinte në rezervuar, kapte peshë, kupton?
sepse nuk më shifte mua duke qartë, se u të nesër kisha ndeshje, do ati kja ndeshje, kupton? Dhe babi më ka trokier disa herë në për porta njerëzish, dhe për 2000 lek. Do çoj çuni ka ndeshje, çuni nesër, kupton? Edhe ka pas dhe njerëz që se kanë hapur derën. Kam pas dhe njerëz që si ka dhënë ato 2000 lek, që sot s'janë asgjë. Kanë qenë shumë vështirësi. Ka pas dhe njerëz që i kanë dhënë. Ka pas dhe njerëz që kanë dhënë. Di një rast. Edhe unë i kam dhënë lek djalit e tij që më kanë ndihmuar. Ma trego pak të historinë. Po. Babi më ka trokier të derë aty. I ka thënë më duhen 4000 lekë, ka thënë për djalin. Edhe i ka thënë, po i ka thënë na 5, i ka thënë ti mbaj 1000 lekë myrta për rrugës sepse ne ndalonim, do të thënë do hanim një molto. Unë gjithmonë s'kish, unë gjithmonë bëja sikur jo, unë nuk dua ta. Gjithë çuna do të thënë doni ai ta, më thosha jo nuk dua. Po unë doja ndërkohë, po si kisha mundësit. Edhe ai person ndihmoi babin dhe ndërkohë që ky person tani do të themi te historia, do të thënë, mbas që unë u bëra dikushi, ky person që më ndihmoi atëherë, më kërkon ndihmë për djalin e vet për të ikur në emigrim me shifrën 2000 euro. Kupton? Edhe i thash, po i thash. Do t'i jap. Do t'i jap i thash, se po mundohesh kërkosh për birin tënd, për t'i dhënë mundësi çuin tënd, të cilën ti më ke ndihmuar mua kur unë s'kam pasur asgjë, kupton? Edhe kështu ka ndodhur. Unë ja dhash ato 2000 euro, i thash nuk i dua më mbrapa ato 2000 euro, kupton? Ato ti kam taksur sepse ti më ke ndihmuar kur unë s'kisha asgjë, kupton? Kjo ka qenë historia me të personin që më ndihmojnë, pasi jeta t'i kthen. Dhe në moment që unë luaja futboll dhe isha me ekipin e Berat, më thot nesër në orën 3 do të jesh atje. Unë bëj stërvitin e parë dhe drejtori po Rizo Kuqe më merr te dhoma, më nxjerr nga stërviti, më thot shkoj brenda, më thot unë do të jap një kontratë ty me 175.000 lekë. Ata çuat që shef aty moshatarët e tu, ata nuk paguen, por ti do marrësh rrok, sepse e meriton. Por të lutem, mos fol me njeri jashtë, sepse nuk dua probleme, pas do kërkojnë të gjithë dhe nuk ke mundësit. Në ato moment u merr 175.000 lekë, do me thënë, mami im mbaj me sani, më thoshe s'kemi ilaç për rroba se unë vija balt në shtëpi, sepse kuçat e tjerë të futbollit nuk ka qenë shumë të mira. Në Berat, pesha balt i gjithi, rroba beshin balt. Mami më thoshte nuk kemi ilaç për la rrobat. I lante rroba me dorë, lavaci që nuk ekzistonte. Edhe mami ishte më shumë që mos e vazhdo futbollin. Kupton? Se s'kemi ilaç. Se s'kemi ilaç. Gjene një punë të nasi është ardhur, kupton, në shtëpi. Me në parë që u marrë 175.000 lekë rrok, ne dorëzoi gjitha familjes. U fut një rrok në shtëpi, domethënë. Edhe isha shumë krenar pasi futbolli po më jepte diçka, kupton? Gjithë ato të them, ato të mamit, të bërthitot e mamit, si çdo prindi, kupton? Se s'kishin, nuk është se ajo s'dojnë, se kush është ai prind që s'do fëmijën e vet, ta shohë të lumtur, kupton? Gjithë ato të bërthitot e mamit, unë ndje lumtur dhe ajo, kupton? Thash na mbaj to lekët për ilaçin, për të larë rrobat, kupton? Edhe aty në shoh ishte rroga një parë ishte 175.000 lekë. Ishin pak mund të themi, po për mua ishin shumë në ato momente. Do me thënë, nuk kisha që të ikja edhe në urban, atje ku jetojnë lagje, ku jetojnë që është një nga lagje më të mëdha të Beratit, kushton të urbani 300 lekë për të shkuar në stërvitje. Dhe 300 lekë për të darë është 600 lekë, edhe unë vjen në kem në stërvitje. Që mund të themi, po, mund të jetë diku te 2 kilometra, 2 kilometra e gjys mund të jetë. Po nejse, në atë moment që unë stërvitesha, filloj ndryshoj jeta, se për merja rrogën çdo muaj, pastaj na paguani rregullisht, mund të blija edhe një xhup për vete, kupton, një palë xhinkse, pse kisha moshën, më kupton. Edhe aty kisha një ndeshje me ekipin e Apollonia, vjen te ekipi i Beratit, edhe derë sepse trajneri Artan Mërgjyshi, ne lozim Berati kundra Kavajës, unë shënoj 2 gola në atë ndeshje. Ndeshja përfundon 2-2 në stadiumin e Kavajës, ishte ndeshje miqësore dhe ka qenë trajner Artan Mërgjyshi në ato momente. Artan Mërgjyshi merr ekipin e Apollonisë Fierit që ishte në Superliga sa kohë. Dhe në moment që Artan Mërgjyshi shkon atje, troket e dera e Beratit dhe thot, a është akoma ideale që lozëm në ndeshje miqësore para 4 muajsh?
Po, unë isha atje në... Të më thënë, unë mbaj mend ekipi Beratit, më thoshin që mos vrapo sepse është i zënë formacioni, kupton? Sepse kisha lojtarë që ishin edhe më të mirë se mua, kupton? Unë beja, është ai Ryli që shtyhet për të hapur tapetin. Unë shtyja Rylin për forcë, kupton? Për të përgatitur fizikisht. Edhe lojtarët bënin shaka me mua nga më të zhveshjes, nga drejtari më shqirin që unë mbaroj stërvitin, vrapoja vetë akoma, bëj stërvitje vetë, ata më thoshtin mua, taleshin me mua. O, Zun, hajde se është i zënë formacioni, mos u mundo kot, kupton? Sepse sot në kësaj ditë ne i kujtojmë dhe bëjmë shaka me çfarë se kam ndjen ata shoqëri që kam pas. I kam ruajtur ato relata. Edhe vjen ekipi i Fierit. Ekipi i Fierit derdh te ekipi Beratit 1.500 euro për të blerë kartonin tim aty. Që s'jan asgjë sot. Të bëj me ta 1.500 euro s'është asgjë, kupton? Atëherë kjo ka qenë çmimi 1.500 euro. Edhe unë shkoj tek ekipi i Fierit. Aty jeta ime ndryshoi. Më jap një pagë prej 400.000 lekësh, na që ishte 5 vate 400, por në qoftë se unë kisha bonuse, në qoftë se unë luaja 4 ndeshje në muaj, që janë 4 ndeshje, si për 60 minuta, unë paguesha 90.000 lekë për ndeshje. Po të luaja si për 60 minuta. Unë do të luajë gjitha ndeshjet e vitit rroga diku te 750.000 lekë në muaj, kupton? Okej, po nuk ishte kjo arsye, arsyeja ishte që Fieri ishte në trampolin, ishte sepse atje kishte kushtet, kishte ngrojen, ishte, do të thënë, kompleksi i Fierit me stërvitin, janë po atje të gjithë. Ti jam mëngjesin aty, po shtehesh fusha, kupton? Okej. Edhe unë ushqesha mirë, se ishte kuzhinë atje, kupton? Po. Edhe mëngjesi, dreka, darka, aja dhe vezën aty dhe i qumshin, kupton? Edhe bëj stërvitje vetë sa kisha mundësi, i kisha gjitha kushtet për të bërë futbollist. Dhe thjesht tharë aty me 750.000 lekë që arrinte Shqipra. Edhe në atë moment unë loza shumë mirë në Super League. Fieri ishte i rënë nga kategoria asaj kohe. Ne ishte rënë, nuk bëshim me. Edhe më mërkonin Partizani, Tirana, Korça ato momente. Po presidenti janë Koço Kollima, nuk donte që më shonin, donte një shive prej 200.000 euro, që dilën për gazeta, u zuni firmos të Partizanit të Skënderbeut të Tirana, por nuk u bë si transferim. Vjen tjetër unë mërzit ai shumë që nuk u shita, pasi mërkon gjithë, nuk kisha përjetuar kur në atë. Edhe u mërzita shumë, them drejtën, sepse doja të ikja, sepse kisha mundësit. Edhe babi më thot mua, unë bera vetëm 3 gola atë vit, në kategorinë e dytë. Shumë dobët për mua. Babi e shifte, dhe më thot, më merr, më thot, nuk i bën dem këtyre, do me thënë drejtuze, i bën dem vetes tënde sepse lojtar ka plot, do kalojnë mira myrto, kupton? Ti duhet të fokusohesh te vetja jote. Bëj mirë tu, bëj gola, dhe ke për të shi do e shesësh ti vetën tënde. Mua dhe sezonin shpanë bën diku te 20 ca gola. Kisha lojtarë si Mikel Canka, Sefa i Lushnjë që kanë qenë golashënues me emër shumë në Shqipëri, kupton? Dhe unë i kalova atë vit, edhe vjen ekipi i Laçit, derdh ekipi i Apollonis shifër 20.000 euro. Dhe nga 1.500 euro kaluam tek 20, kupton? Edhe në ato momente vetë ekipi i Laçit, atje marr një rok prej 1 milion lekë në muaj, isha në Super League, aty kisha më shumë visibilitet që na shifnin. Presidenti pas klasë më isha vetëm një lojtar që rria vetëm në shtëpi, kupton? Më mbante me kimet kur i themi, kupton se unë rria vetëm në shtëpi. Gjithë lojtarët e rinj 3-4 veta në shtëpia, më shifte që isha e doja futbollin dhe për atë jetoja. Më linte vetëm në shtëpi për qetësinë time, rria në Tiranë, në lagjen e Don Boskos. Edhe ai e shifte futbollistët që dilnin, u zdilja kur, sepse ai sot e kësaj dite ja përmend lojtarëve që vetëm ai kishte mendjen për futboll, se të tjerë kishin mendjen për të dalë, kupton? Se normale se Tirana është jeta e natës edhe çdo gjë. Unë s'kam dalë kur, sa kam qenë te ekipi lajm, s'kam dalë një ditë të vetme, se kam kaluar Don Boskon aty, kupton? Ringun e kam fjalën e ringun se kam kaluar kur. Unë s'dia që isha as 21 dhjetori, as 100% fokusuar 100% aty, kupton? Dhe ai shifte. President. Do i shofi lojtarët e vetë se çfarë bën, kupton? Edhe ne kishim një ndeshje, vjen Besnik Prenga te ekipi i Laçit. Ne u kualifikuam, shënoi diku te 12 gola në Super League atë vit, viti i parë që jam me ekipin e Laçit. Presidenti pas klasa më dha numrin 10, që është përgjegjësi e madhe. Edhe
ne futem në Kupat e Europës. Ishin to play-offet. Kishim ndeshje me Anorthosin në Qipro. Dhe Besnik Prenga sa më shef mua, ky ka qenë scout të ekipi Lëkundis Zagrebit. Okej. E për ndihmuar Laçin për 1 muaj të ishte pjesë si trajner. Sa më shef mua i thot merr telefon kroat i thot s'kam pa lojtar si ky thot. Më ka bërë shumë përshtypje, nuk kam parë lojtar si ky që ashtu. Si ka mundësi se kemi parë në than kroatë, kupton? Jo, besoni është më mirë se ç'kemi tu, se ka qenë emrat që atëra ta flitet do vinë Milan, Inter. Ai thoshte që është më mirë se ata do vinë Milan, Inter, që po flitet, kupton? Edhe ne dalim ndeshjen parë 2-1 në Qipro, po ka qenë gol i avantazh që nëse shënoi goli në fund kontestar ishte 1 e pak gol, kupton? Okej. Dhe në moment që kemi ndeshjen kthimin pas 1 jave, ne s'kemi kapur top në atë ndeshje, sepse lojtarët e Anorthos ishin lojtarë që paguheshin diku te 40.000, lojtarë që kanë qenë Bayern Munich, mbaj mend mbrojtësi majt i Anorthosit, do të thënë ishte në fund karriere, po që paguhesh të dhënë buxheti aty, në buxhetin tonë ishte shumë i lartë, shumë diferencë e madhe. Se ka qenë diferenca atëre futbolli, themi drejt ne me Europën, ne vetëm një ekip që ishte, ka qenë Skënderbeu që ishte na përfaqësonte në Europë dhe kur ne luajmë në shtëpi mbaj mend Laç, ne s'kemi prekur topin fare. Thënë, ne si ekipi Laç ka qenë përqindja e topit, nuk e që ne 10 për Anorthosin, 10% për ne që do të thënë ne sa e kapnim e ishim topi, kupton? Dhe minutën e 86, unë lozja me shoqëri majt. Isha afër trajnerit tim. E para ndeshjes trajneri po edhe detyrat e veta, domethënë ti Arban sot iq topin, ti bektet. Ku vjen radha tek mua, thotë ty s'ka ç'a them. Je i vetëm lojtar që mund na nxjerrë sot nga situata. Domethënë ta jep të besim trajneri para ndeshjes. Kroatët kishin ardhur në avion privat në stadium. Minutë 86, ne s'ka mos i top 0-0 ndeshja, i them trajneri Besnik Prengas, i them presor të kalojnë sulm, i them, si komandio diçka, kupton. Minutë 89 e 20 sekonda vjen cross, golun 1-0 për Laçin. Një gëzim i papar për Laç të kalonte te play-offin, është histori, kupton? Të shkruaj historinë në ekipin e Laçit. Kroatët kishin ardhur për të më parë aty. Unë e dija për fitoren. Minutën se ma kujtoi presidenti i Laçit, ma kujtoi para ca kohësh. Unë se befasova si bere golin, tha. Po mirë edhe 7 se ne po shtriheshim, të vonojmë lojën, kupton, si të lodhur. Ne edhe përqindje shtopi atyre. Presidenti i Laçit thotë, "Mi që bere golin", thotë. Po ça deshje, mirë edhe 7 tha. Isha mund mes portës, shpëtova një gol të sigurt. Mbarë ndeshja 1-1 fitonin ata, kualifikuan ata. Unë edhe 7 u gjenda në vjen fatale tonën nga konja. Ça doja ty, tha, shpëtova golin e sigurt që u bë, kupton. Dhe atë momente unë transferohem te ekipi kroat për 350.000 euro dhe 20% të kartonit që i mbante ekipi Laçit. Nga ka 1.500 euro, kalon 20, 350.000 euro dhe 20% që kishte kartonin president pas klasa. Në ato momente unë kisha një rrok prej 4.000 euro. Kjo ishte fal Besnik Prengës dhe Artan Mërgjyshi dhe Polizoj Kuj që unë i përmenda më përpara. Dhe ikin Kroaci, Kroacia është një trampolin. Po, e rëndësishme e karrierës. Ndryshoj jeta. Paguaj qeran, kisha lep për të ngrem, për të ushqyer speciativ, nuk ta jepnin ushqimin. Dhe doaje, jeta është shtrenjtë me migrat. Po. Unë doaja jashtë sepse unë s'dija të gatuaja, kupton. Dhe çaj lek familjes. Trampolinë madhe, Lokomotivën luaj edhe me short qendre, luaj me short djath, maj ku doni trajneri, kupton, isha lojtar për trajnerin. Sa kohë ndonjë në Kroaci? Kam ndesh 2 vit e gjysmë. 2 vite e gjysmë. E pastaj kalove në Granada, a? Po, jo. Nga ty mu më vjen ofertë nga Dinamo Zagrebi. Ne bëjmë vit historik për Lokomotiv Zagrebi, ka arrijë në finale të kupës dhe vjen në vend të dytë në kampionat. Lokomotiv Dinamo është ekipi i dytë i Dinamo Zagrebi dhe 8 lojtar, 7 lojtar, 8 lojtar nga ekipi që ne luajtëm firmosën gjithë me Dinamo Zagrebi. Dinamo Zagrebi është elita e Ballkanit. Dhe në ato momente mu më thonë që do vesh te Dinamo Zagrebit, por do jesh si zënësues i dytë, se nuk do vinte radha sepse kish lojtar shumë të mirë. Unë vjen në ekipi Lokomotiv Zagrebit dhe i thash që jo. Mu vjen oferta nga Ferencvarosh, drejtori, vjen më shef në një ndeshje Lokomotiv Zagreb, unë bëj gol në Rijeka, ai më shef aty më thot mbas ndeshjes, unë dua thot po ne ai kemi për qëllim tha Champions League. Se ki Ferencvarosh kishte 30 vjet që nuk futet Champions League. Do të thënë nuk bëra histori me Laçin. I ka te Lokomotiv Zagreb historia atje kupë dhe tek mend dytë. Dhe tani Ferencvaroshi vjen deri në arkën e Lokomotiv Zagrebit 1.8 milion euro.
Na 1.500, kaloj 20, 250, 1.8 milion euro. Ndryshoj ta ime. Aty ndryshoj ta ime komplet. Luaj me ekip kampion, kja shumë raste shënimi, paga imi ishte 20.000 euro neto, edhe aty u bera për familje për ta marrë motrën nga Greqia, që punon e tjesë, motra vazhdoj të rritë në Greqi, për shkak se kishte fëmijët, Po. s'kishte mundësi të arse, ne vim me 50.000 lek në Shqipëri, kupton? Nuk ishte mundësi në Shqipëri. Ai motra imi jetonte akoma në Greqi. Atëri thash mos nisu, i thash, edhe hajde në Shqipëri, lë çdo gjë mbrapa, pasi kishte sakrifikuar. Mo paguaj motrës që ran mujore që të jetonte. Dhe kur kthye motra në atë, po i beja shtëpinë, po i ndërtoja shtëpinë, që ajo të kishte shtëpinë e saj, sepse e dim gjithë që gjithë një sot imigrantët, 80% punojnë për të ndërtuar një shtëpi në Shqipëri dhe kjo është realiteti i sotëm. Dhe kur ishte Ferencvarosh, ne futemi në Champions League histori për Ferencvaroshin. 30 vite që ata nuk futeshin, që unë s'kisha lindur akoma, domethënë. Unë isha 26 vjeç, diçka e tillë, që ata nuk futeshin. Domethënë unë s'kisha lindur akoma kur ata nuk ishin futur, me zbashte me. Dhe unë Bera Gola isha lojtari kryesor, domethënë historia ime u bë në Ferencvarosh. Aty. Futemi në aty, ëndra ime e madhe ishte kur na ra në shortë Barcelona, Juventus, ne dhe Dinamo e Kievit, dhe më ra Ronaldo edhe Messi. Është shumë i bukur ai momenti me Ronaldo, no? Po, shumë i bukur, domethënë, unë ndeshjen parë me Messi, unë e humba në Camp Nou se unë isha me virus. Ishte koronavirus në ato momente, dhe zëri 2 javë karantinë i detyruar. Dhe unë javën e parë e humba, me ata, një javë isha parë, një javën e parë e humba. Dhe kthe me Juventusin në shtëpi zbera Stendi Stërvitja, dhe ne humbasim 4-1. Unë atë ndeshje, sa futem 5 minuta, ishte 4-0 ndeshja, futem, prek një top i del lojtari tjetër, do tani ishte, nuk është se bera unë diçka të madhe, po nga kem të mirë di goli jon. Ti e shënoi Juventusin, dhe shënoi lojtari jon, kupton? Dhe unë duhet të takoja Ronaldo. Ronaldo zberi gotë ndeshje, se beri Dybala gol Morata dhe ai u mërzit nga që ego e tij, iku me vrapë të ndonjë zhveshje. Lojtarët tanë ndishin mbrapa, po ai s'pranonte asnjëherë për vrapon ndonjë zhveshjes. U demoralizova, them drejtën. Takoj fare domethënë. Se takova fare. Ndeshja e dytë ndodh në Torino. Torino tani atje minutën e 21 mos gaboj, unë shënoj gol. Unë festoj si Ronaldo, nuk është se unë e bëra diçka kundër atij. Ai po i thoshte arbitrit, arbitri jepi të verë ti se po bën ironi kundrejt me që jam unë këtu me të. Unë festova festimin e Ronaldos. Ai ishte idhulli im, pasi gjithë e dim që ai vjen nga puna, nga rruga. Bëre një gjë siç bën ai, bëre një gjë siç bëra ai. Këtë kështu. Po si, po. Dhe Ronaldo e mori si unë bëra kundra atij, si sfidë, kupton? Dhe po i thoshte arbitri jepi të verë se po i bën kundra me, kupton? Çka ka ky thash më vetëm ti mas e logjikova fare këtë gjë, kupton? Shënon gol Ronaldo në 31 kështu, 1-1, shënon i parë Ronaldo i dyti, dhe ma bente mua që unë jam këtu, si jeti këtu, kupton? Me veten time unë qetësova, thash s'kam asgjë kundra teje, kupton? Je thjesht i dhujim, kupton? Mbaron pjesa e parë në ato momente. Më vjen me flet i them, je i dhujim, i thash, nuk kam bërë diçka kundra teje, thash, don? I tregoj më thënë dhe mbathjet e mia, domethënë që janë lexojnë CR7, që kisha, i thash, jam fan si jo më i madh, prandaj kam nisur të bollin sepse ti ke qenë një arsye, kupton, që mund të arrish nga puna me të që e so, kupton. Dhe më përqafoja ty, futem në atë zhveshjes, fillon pjesa e ty shumë i lumtur. S'kisha mente ndeshja, unë kisha folur me Ronaldo, kupton, ato momente, isha unë njeriu më i lumtur në botë, domethënë. Na flas në ato vite, tani mësuar që të luaj me lojtarë të mëdhenj, kupton. Edhe mbaroi pjesa e dytë, bën gol Morata në minutën 97. Rifemi 2-1 në Torino. U mërzit, më them drejtën. Unë isha i lumtur se kisha bërë gol, kisha takuar Ronaldo, isha në rregull, isha me timen. Dhe në fund të pjesës ne jemi sulmuesa, unë isha në krahun këtej, Ronaldo në ana tjetër. Ronaldo kishte punë me mbrojtësin, ande kisha punë me mbrojtësit, dhe nuk takoheshim kur bashkë. Edhe gjithë lojtarët e mi ikën te Ronaldo me vrap. Unë mbaroi ndeshja, vrapon tek ai. Ai bëri gol, ishte i lumtur. Dhe unë mërzita. Ja morën fanellën këta, mendova, kupton. Edhe ai thot, jo thot, dhe jap 77, se jam i tim se dinte normalisht. Edhe kur pashu që ai beri me shenjë nga mua, do ishim larg. Në një moment mendova se mos po thot çaj se po ta jap brenda fanellën aty lojtarë, kupton. Pastaj thash se mos e ka me mua, kupton.
Dhe po vinë drejt meje, vetëm atje, edhe e shfanedhen, të moment unë jam shumë i lumtur dhe më thot mua, se mendova që do Ronaldo fanedhen time, o kupton, s'ka që duhet si një punë do të marri, do edhi ati që mbledh robat, kupton, te gjë mendova. Dhe më thot mua që ma e fanedhen, unë, se oqë fanedhen ti, më fanedhen ti dhe nuk e që thash falenderoj shumë për qafua, kupton, a i tha ma e fanedhen te, kupton, e ish fanedhen jabë që kam me te foton, edhe pastaj kur dajmë të revisa, se atë ndeshje dola unë, më i miri, Alvaro Morata dhe Cristiano Ronaldo. Ne ishtë lojtarët më të mirë të ndeshjes dhe ishim dëftuar tek Champions League, tek kanalet e këtyre. Dhe të akon aty. Ronaldo rasi kur sa mbaroi, më përqafon, më thotë që ke bëjë ndeshje shumë të madhe sot. Vazhdo puno, më thotë, sepse mund të arrish shumë nga futbolli, kupton? Dhe vjen ekipi Granadës në ble, domethënë për të më shumë. Nga 1.5 milion euro? Nga 1.8 milion euro. Nga 1.8 kush kemi shkuar? Ekipi Granadës jiku te 4 milion euro. Edhe shkojnë në ekipin e Granadës atje. Luajnë me ekip Real Madridi, Barcelona kisha parë vetëm në televizor, kupton si isha vetëm një rastis Barcelona që më qelloi koronavirusi. Edhe në ato momente unë shkoj firmos ditën e martë aty. Perezvar më thoshte që nuk do shitesh, nuk do ikesh, unë marra avionin në menaxherin, ikim për Vjen Malaga, që ishte direkt. Jo, s'ke për t'ik Ferezvaroshi, ata bjen dakord, unë be viza mjekësore të ekipi i Granadës, i kaloj viza mjekësore, i dhe të firma në orë 23:58 që ka e tidh, që u kaluan kartoni, të martë në ditën e premte në këtë ndeshje kundër Real Madrid. Po se kisha vaj 2 ditë kisha të ekipi, domethënë. Shikoj veten time tek formacioni, te televizori, domethënë aty që shoh Uzuni në të majt. Ishte lojtar Modric, Toni Kroos, top, ekipi top, Marcelo. Unë ta kisha parë në lojta në PlayStation, më kupton? Si kisha parë kur ta në realitet, kupton? Bernabeu aty, ndeshja ime e parë aty në Bernabeu. Ishte një emocion nga më të bukur, domethënë që isha përjetuar. Faleminderit shumë na u bë fjalë. O sa mirë. Shumë faleminderit, dukesh ai shishëm. Provoje çik mirë ta provoje. Provoje se është i ngrohtë në aftofet. Lumshin duart. Si e kam bër? Lumshin duart. E di shumë më të mirë se u ardhë se kam bër, po. E mirë është, Shumë e mirë, lumshin duart. Faleminderit. Edhe? Atë vitë unë shënoj diku te 23 gola dhe 6 asiste. Shpadhemi në Super League, La Liga. Ngrejmë trofeun. Unë fitoj lojtari i vitit, lojtari më i mirë i vitit, fitoj gulashënuesi i vitit dhe bëhemi dhe kampion. Domethënë ishte viti i çdo realizimi. Atë ndeshjen e fundit unë i propozoj Vardës në stadium. Sa kohë kishit që ishit një orë ndërkohë? Po 3 vite. 3 vite. Po 3 vite. Pra ti je lidhur me Wardën kur ti ke qenë në Kroaci? Me Vardën jam niku qenë në Hungari. Në Hungari. Po. Ku jeni një orë? Tiranë. Si ka ndodhur? Me Kombëtaren. Me Kombëtaren? Po me Kombëtaren, po. Okej. Ku jeni një orë? Në një shoqëri e përbashkët. Kemi qenë rastësisht domethënë që u përshëndet. Edhe unë i qoj mesazh që arritem në shtëpi, thash kupton. Ish preokupuar ti. Isha shumë preokupuar. Mos kishe ndonjë gjë rrugës. Edhe kështu nisi domethënë rrugja dhe me Vardën historia. Edhe pastaj propozove në stadium. Në stadium po, mbas ishte viti që ka realizuar gjitha, flitesha shumë në Spanjë. Dhe ngjitemi në La Liga, ekipi i Granadës mua më bën kapiten atje, numri 10 kapiten, kisha të gjitha, domethënë isha lideri pa diskutueshëm. Dhe kështu ndodhi. Në Amerikë 2 milion euro paguajnë 12 milion euro. 12 milion euro. Jemi aktualisht. Po rrogën nuk e tregon më, a? Rroga janë deklaruara rrogat. Ja deklaruara? Po, rrogat janë deklaruara tani. Mund t'i shihni edhe në ChatGPT domethënë që të klikoni janë deklaruara që di gjithë. Thua, vërtet? Të gjithë futbollistave? Të gjithë të Amerikës. Domethënë ty ta di gruaja rrogën. Normalisht. Problemi i madh ky? Pse? Jo? Jo. Nuk kërkon dhurata të shtrenjta, udhëtime të shtrenjta. Jo, normalisht, kur ke mirëqenie, mund t'ja... Mirë brëma. Na prisni. Çfarë surprize! Princi qeshur! Po mirë brëma, mirë se erdhët e mirë brëma lije. Princi
Warda, mirë se vjen. Ana. Oh, Jetëm. ulo afër me Myrtën zemër. Bashkë me Çunin që nuk e di nëse e përballon do të është pak A, është freskët. Është veshur. Është veshur? Po. Ne erdhëm për t'i rrëmbyer famën babit. Mirë e bët. Babi sa kishte filluar që të mburrej me milionat. Kishim kaluar nga pjesa e vuajtjeve te kjo pjesa e rehatisë dhe bukurisë së jetës, kështu që bët shumë mirë se unë mendoj që më shumë të rëndësishëm se milionat janë milionat që ke aty afër. Normalisht jo, po. Si shkon mëmësia, Warda? Edhe mirë edhe vështirë. Me sfida, a? Shumë. Ndërse do të ushje tani mendoj e Sashit. Si është Myrto si baba? Myrto është shumë i përgjegjshëm. Por është sfiduese pak kjo pjesa e largësisë. Pjesa që ko ka ndesh të shkoj 2 ditë. Më thënë edhe afër dhe larg. Edhe larg. Po. Ti ke ndjekur gjithsesi, ë? Ti ke shkuar pas po. ti. Ti je në Austin jeton e tani? Austin, po. Në Austin. Si të duket atje? Mirë. Jo keq. I ambientuar me atë jetën amerikane? Po, le të themi po. Le të themi po. Sa po flisim edhe për propozimin tuaj të bukur në stadium, po Granada. patjetër që propozimi duhet këtë qenë një mrekulli, por anoncimi i lajmit të Shtatzanis ka qenë spektakël në vete. Unë e kam shijuar shumë, ka pëlqyer shumë. Kujt ishte ideja? Ideja ime. Ajo? Ideja ime. Unë jam me ty surprizave. Ti je i Unë jam i surprizave, surprizave. vërtet. Kujt të gjallë? Ja. Hë? Ti kuptoj do. Mirë të është më shumë, ha? Po. A di që më tha, dua 4 fëmijë. Po. E po gjithmonë, po. Dhe shikojmë. Nuk jam biseda që bëhen kur njëri është 8 muaj. Po. Dhe nuk kemi fjetur akoma. Çdo njeri ka kohën e vet, çdo fëmijë dhe normalisht. Shumë i lezetshëm. Është i qetë? Se Myrto na tha është i qetë, po ti je më shumë me te. Është i qetë, po normal që ka momentet e veta, domethënë pa gjumësia, lodhja. Po në përgjithësi është fëmijë i qetë. Është fëmijë i qetë. Kush të ndihmon mami? Mami. Mami. Do t'i themi mamit atë ti kërkojmë pak ndihmë mamit që ta marrë djalin se mos naftohet. Se unë dua ta shfrytëzoj pak, se unë e dija që Warda do vinte, domethënë. Ti e imagjinon që unë e dija që Warda do vinte. Por ne kemi një surprizë për ju të dy. Ua, vërtet. Nuk bëke vetëm ti surpriza, Po. Myrto. Sa të bukra. E plan ne I bëm një surprizë Myrtos, por kjo është për ty. Shumë faleminderit. O, sa të bukra, të mrekullueshme. Shumë faleminderit. Surprizë për Myrtos. Hajde të shohim Hajde, pak shohim surprizën e surprizën. Myrtos. Ja ka bërë princi, Princi. Po. Okej. Panela e kombëtares. Duket pan. Best. Oh, best daddy in the world. Sa bukur. Shumë e bukur. Shumë e bukur që na. A? Tani e kam muralla për surprizë. Mendoj se ja hodhi me një bluzë, mendoj se ma bëri skemën. Të bën dhurata të bukura thuaj të vërtetën. Po. Po, sa të po diskutonim që ka që bëj surpriza, ka që bëj dhurata, I thash boa jo ta dihet e rrogën. Jam të deklaruar. E ka të deklaruar, tha, të gjitha janë të deklaruara. Po, cili ka qenë, nëse do të bënit një rezume të lidhjes tuaj, momenti më I bukur? Po emocionove, a? Pak. Tani, momenti më I bukur në lidhje apo gjatë gjithë kohës që ne? Gjatë gjithë kohës që keni qenë bashkë, që kur keni Jetë që është princi. Princi. Por në qoftë se do e dalim jashtë temës së princit, është momenti propozimit. Ti se prisje? Jo. Fare. Fare. Nuk e kishe diskutuar Jo, idenë e... Unë, do të thënë, ishin para ndeshjes, unë I bëra edhe blog Wardës, bërë kështu si kur zura, kupton. I bëra blog para ndeshjes, unë isha grumbulluar me ekipin në hotel. Edhe gjithë familja ime ishte në shtëpi. E dini ata? Familja ime e dini, po. gjithë. Të gjithë e dinin, vetëm Warda se dinin. Unë I bëj blog, domethënë, u zoom, edhe unë bëj gol në atë ndeshje, ne ngjitemi dhe marrë dhe propozoj dhe më tha që ma bere me ile, tha kupton, se më bere blog para.
Oh, sa je prekur. Hajde ta kalojmë këtë momentin e lotëve me një lojë të bukur që kam përgatitur për juve. Mi sillni pak, ju lutem, tabelat. Lojën e merrni me mend se cila është. Loja me pyetje për t'ju njohur më shumë juve të dy në çift. Okej. Atëherë, të shohim. Kush kërkon falje i pari? Gjithmonë, a? Ti e ajo që mban më shumë inat? Jo, po është një rregull i femrave që mashkulli duhet të kërkoj falje. Kush është më romantik? Cila është ja më romantike që ka bërë përveç propozimit, po themi? Po, për ditë më surprizon. Vërtet? Me ndonjë gjë ndryshe, po. Domethënë gjëra që surprizë. Sa qef, shumë qef. Kush është më i duruari? Jo, jam unë. Jo. Unë mendoj se duroj më shumë. Jo, është një mashtrim. Kush gatuan më mirë? Okej, për këtë bin dakord. Edhe më lart. Kush tha i pari të dua? Sa Ku keni qenë? Në Hungari. Hungari, në Budapest. Në Budapest. Po. Okej. Kush zgjohet me humor të keq në mëngjes? E ka problem gjumi Warda. Sidomos tash i besoj që edhe nuk fle mirë natën edhe Po, tani është herë dy. herë dy. Kush ja kontrollon telefonin tjetrit? Jo, asnjëri. Askush. Askush. S'ndodh. Nuk ndodh. Kush është më kokfort? Çfarë një shihni? Jo, varet nga situata. Varet nga situata. Varet nga situata. Okej. Kur është punat e gjërat e shtëpisë jam unë. Okej. Gjërat e tjera? Është mirë të. Po. Binjak dhe Peshore. peshore. Okej. Kush bën më shumë për muj? Për rëmuj? Warda blen në muj vetëm kur gatuan, domethënë. Po, pastaj Po. ti je i rëmujshëm në çdo hapësirë tjetër. Po. Kush është më xheloz? Ka beson. Ke beson tjera. Unë mendoj që ti je shumë i zënë për të qenë xheloz. Bravo. Që e bie Warda. Kush zgjohet i pari kur qan djali? Okej. Unë jam gjumë, zdeja zë. Kush i ndryshon më shumë pelenat? Warda. Ti ke ndryshuar ndonjëherë pelenat? Asnjëherë. Kemi kohë të bëjmë fatër, kemi kohë. Okej. Kush i blen më shumë dhurata lodra djalit? Kush e llafton më Myrto. shumë? Myrta. Po. Okej. Kush i këndon më shumë ninulla? Warda. Okej. Kush shpenzon më shumë lek? Qenë keni perfekt si familje. Në drejtimin e duhur. O Warda, ne folëm gjatë sonte për historinë e kalvarin e mundimshëm, po unë mendoj historinë e bukur të Myrtos, se është një histori e bukur kjo e Myrtos, edhe pse ka shumë dhimbje brenda dhe ka shumë varfëri dhe ka shumë mundime, është gjithsesi një histori suksesi e jashtëzakonshme, të një djali të vogël që vjen nga një qytet i vogël dhe që ja del vet me dinjitet. Me dinjitet është shumë e rëndësishme. Do me thënë, unë kam arritur çdo gjë që kam arritur deri më sot, nuk di që dikush të futur, do me thënë si mikë për mua. Unë e di që çdo gjë kam fal familjes time, për kushtimin tim, dedikimin 24 në futboll. Folëm edhe për videon e famshme Warda që u bë aq virale dhe për ti si përjeton kritikat që vinë për Myrton, qoftë për këtë rast, po edhe për rastet të tjera kur ndoshta nuk luan ashtu siç duhet, ose nuk shënon gol, ose humbet në një rast në një penallti. Dëgjoj, tani unë jam gjithmonë mbështetja më e madhe për Myrton, sepse çdo moment jemi bashk, do i konsumojnë gjitha muhabetet bashk. Ama kur vje punat e muhabeti kritikave, thjesht i them mos u merr fare me ta. Më thënë, unë jam një person që nuk i shikoj fare komentet, edhe nëse i shikoj thjesht e kaloj me një shaka ose me një situatë me të qeshur, nuk i përjetoj. Nuk i përjetoj sepse njerëzit kanë konceptet ndryshme, secili ka drejtën të mendoj çfarë ka qef të mendoj, ose çfarë nuk i pëlqen të arritjet e tjetrit.
por që gjithmonë i them mërtës që as mos i shiko, as mos i lexo, sepse jo gjithë do na duan, jo gjithë do komentojnë mirë, jo gjithë do i shprehin ndjenjat e tyre. Edhe sigur diçka t'i pëlqej gjithmonë do jetë ajo që po prit se diçka nuk shkon, diçka nuk bëhet. Kështu që unë gjithmonë jam no komentet, thjesht shijoj jetën edhe kaq. Në çdo aspekt. Do ka menduar që t'i bëjmë çunave të kombëtarës, shokëve të tu. Po. T'i bëjmë nga një kamera të fshetë. Po mendonim bashkë me Edin në fakt Uarda, tam bashkë me Uzunin. Marrim dikën telefon me që është diskutuar kaq shumë për muhabeti lekëve dhe t'i kërkojmë lek borxh. Po mos t'i kërkojmë kështu 1.000 euro, 2.000 euro, po t'i kërkojmë 1 milion euro. Ja thash Myrtës dhe ishte dakord këtë do marrim parën. Po ti provojmë? Shona dhe vë. Pra, ti merr dhe thuaj që vlla ç'a bërëm duaj 1 milion euro, thuaj se kam shpenzuar shumë për dasmën e motrës. Alo, Reqen, ku je vëlla? që ben? O zemra, si që ke parë vëlla kanë shpenzuar shumë lekë vëlla në këtë punë të dasmës. I ke parë dhe në për video. I ke një... Pytësie, direkt e dasmë më vajtë tjere. O vëlla kam madhe, prandaj po të marrë telefon. Qali ke tjere drejsh. Se do të marrë telefon. Qali ke tjere. Do të marrë telefon, po më duhet 1 milion euro vëlla. Se më kushtoj shumë dasma. Të dore? 1 milion euro. 1 milion po i kishe, edhe më pak, nuk ka gjese. Do marrë dhe çuaja e tjera, po më ndihmon. Po për qa ke këtë aldin? La shmenzova shumë për dasmën, valla. I ke para të për media, valla, Uzuni 300.000 euro, valla, dasëm. Po të qa edhe le koti, ben shohë koti. E ke seriozisht apo jo? Po seriozisht, do më japësh lekë apo jo? Të dal një sekundë më shkërpër gjera dhe la, si ti merë telefon të më 1 milion euro. Dal një sekundë dhe la. Valla, nuk Për ka... qa? Valla, nuk ka kohë, valla, për ashtu, më ndihmon po apo jo, valla. Pastaj them detaje. I ke lekë apo jo? Valla, lekë të kemi edhe që zoti dhe da po. Po qa duhet përgush? Duhet përgush ata dasë, qa duhet përgush? Do të pagoj edhe bakën, valla. Ke? Valla, se jam në emision. Valla, valla. Rej, Se përshëndetje, unë jam Arbana nga Mimbroma Yje, po të bënim një kamera të fshehtë. Po ti bravo i se dhe veten, bravo, bravo, bravo. Po qa Uzun, qa më bëm të gjë? Arbana, si jeni? Mirë, si jeti? Mirë, falemderit. Po ky të merë telefon, ky, jo po shpenzor lek dasëm, du 1 milion euro. Nuk besoj që të ka kërku në një kaj shumë deri tash. 1 milion euro më kishte thënë deri 100.000 se Allah hajtë se do të njësim të sot, po. Uzuni. Hajte se prishe zemrën, po mirë. Jo, si lem shok bashkë, jo. Igva, ik s'maj më vonë. Rej, përshëndesim shumë, zuar. Ik, bërë, se do të marrë telefon tyre. Qa. Mirë pafë, Pash. Jemi në prag të vitit të ri dhe besoj që urimi është për një jetë mirë, shëndet unë e kam besoj njësoj me Myrton, po do la bashkohesh edhe ti. Një urim për kombëtaren. Një ëndër do thosha unë. Një ëndër, Inshallah, ky vit 2026 tani futemi botror. Do ishte një ëndër për mua personalisht, edhe për gjithë shqiptarët. Pasi mendoj se edhe ata e meritojnë. Pas na kanë mbështetur në moment tona më të këqija. Dhe uroj t'ja shpërblejmë. E uroj me gjithë zemër realisht, të shohim në botror çuna. Do jetë absolutisht realizimi një ëndre. Faleminderit juve. Një falenderim i veçantë shkon për ju, për misionin tuaj, për gjithë ndjekësit. Është një mision shumë i shkuar dhe ishte kënaqësi të isha pjesë e juaj sonte. Edhe një falenderim për gjithë shqiptarët, për gjithë mbështetjen e tyre, që më kanë dhënë në momente të këqija, atëherë kur i kam dashur më shumë, ata kanë qenë aty për mua dhe faleminderit juve. Tani kam një dhuratë për ju, Arbana. Panedhën e Ausin me numrin 10. Unë e kam të kombëtarës, po ja këtë të Ausin nuk e kam. Shumë faleminderit me Uzuni. Okej, mirë. Kur i keni ndeshjet që ta vesh? Shumë faleminderit. Kjo është, jeshile pas. Jeshile, po. Kjo është.
Shumë e bukur. Shumë Unë edhe faleminderit pa. vërtet. Faleminderit Faleminderit juve. edhe një herë edhe me jetë gjatë. Me jetë gjatë i vogli edhe Faleminderit. vetëm suksese. Ky emision u mundësua nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Gjotto Karni, Obu Store. Për të parë programin me mbroma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.